Për rreth 3 muaj kalimi në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë, në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës është shoqëruar me pritje të gjata për udhëtarët. Fajin e ka sistemi. Kjo është përgjigjja që marrin shpesh qytetarët shqiptar pas implementimit të një sistemi të ri identifikimi nga pala greke. Sipas udhëtarëve, për të hyrë apo dalë nga Shqipëria, duhet të presin mbi një orë për shkak të radhëve të gjata që krijohen në të dy anët e kufirit. Burimet bëjnë me di se pala shqiptare ka kërkuar nga autoritetet greke për shpejtim të procedurave, sidomos për shtetasit që disponojnë dokumente greke, por deri më tani kjo kërkesë nuk është marrë parasysh. Ndërkohë, jashtë kamrave, burime nga policia kufitare në drejtorinë e Korçës shprehen se vonesat lidhen me mungesën e trajtimit të duhur të palës greke për sistemin e ri. Procedura për çdo udhëtar zgjat deri në 10 minuta, pasi përveç vulës në pasaport kërkohet edhe fotografimi e marrja e shenjave të gishtrimve. Një situatë që vijon prej muajsh që po sjell shqetësim të vazhdueshëm për qytetarët në lëvizje drejt Greqisë apo anasjelltas.